që na ndihmon në vazhdimin ton me të njëjtin elan imanor, me të njëjtën kënaqësi imanore si në Ramazan dhe jashtë Ramazanit, është leximi i Kuranit. Kurani, të cilin Allahu dhulera e ka quajtur shpirt dhe dritë. Shifna? E ka quajtur Allahu shpirt dhe dritë. Wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri ma al-kitabu wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha. Na kështu ta kemi zbrit ti shpirtin, ti nuk e dishe më përpara çka është libri e çka është besimi, por atë librin Kur'an e bën dritë me të cilën udhëzojmë ka dojmë ne. Ky përshkrim është fenomenal që Allahu Dhu Xhelal ja bën Kur'anit. E quhen shpirt që jeta e besimtarit nuk ka gjallëri pa Kur'an. Dhe quhen dritë që udhëtimi i besimtarit drejt Zotit nuk ka mundësi me qenë i saktë në errësirë. Vetëm me dritën e Kur'anit ka mundësi që të ndriçohet rruga me të cilën udhëton besimtari drejt Allahut subhanahu wa taala. E tash, nëse njeriu jeton vazhdimisht me shpirtin dhe dritën, ai njeri ka me ecë pa ndalë edhe në rrugë të saktë. Do ka me pas qendresë. Nuk luhatet, e as nuk ndalet. Se ka gjallëri e cila e çon përpara dhe ka ndriçim që ndriçon rrugën edhe ai nuk e ka vënë rrugën. Andaj është përshkrim te i masë i jashtëzakonshëm, ku Allah e përshkruan Kur'anin si shpirt edhe si dritë. Dhe për këtë shkak, jetesa me Kur'an i jep besimtarit stabilitet. Dhe për aq shkak Kur'ani duhet me qenë në epiqendër të vëmendjes së besimtarit. Gjithë jeta e tij duhet të qarkullon, të rrotullohet rreth Kur'anit. Kur'ani është libër krenar. Aq sa i afrohesh Kur'anit, aq t'jep Kur'ani. Aq sa kërkon prej Kur'anit, aq t'jep Kur'ani. Shihni vëllezër, kjo është shumë madhështore. Pse na nuk përfitojmë sot prej Kur'anit si kanë përfituar muslimanët e parë? Pse për ne Kur'ani nuk është libër qytetërimi dhe civilizimi? Sepse na sot nuk kërkojmë prej Kur'anit as të shndrojmë lëvizje të udhëzimit të njerëzimit, as lëvizje qytetëruese, as lëvizje civilizuese, as lëvizje shkencore, na nuk kërkojmë prej Kur'anit. Maksimumin që e bëjnë shumica e muslimanëve prej Kur'anit kërkojnë sevape, veç. Edhe Allahu secilit sa lexon atë sevape jep. Pak janë ata që e shfrytëzojnë Kur'anin për t'ia ngrit diturit, për t'ia ngrit vizionin, lartpamësinë, për ta shndruar Kur'anin udhërrëfyes për këtë njerëzimin. Pak janë ata. Edhe kush i qasët kështu Kur'anit është i atill. Ama ata janë shumë pak. Andaj, sa më shumë që ti lidhesh për Kur'an, aq më tepër Kur'ani e çel mendjen tënde, e çel logjikën tënde, të ndihmon në përzgjedhjet më të sakta dhe më të mira, të jep sukses në shumë punë që shumë njerëz i kanë dështuar. Pse të dha sukses ti në këtë punë? Për shkak se ti u lidhe për Kur'an. Sepse ti e shoqërove Kur'anin këtë punë. Për shembull, edhe biznes me kon. Je të shkuar për shembull me bën një kontratë. Nalesh edhe lexon një faqe, 5 faqe, 10 faqe Kur'an. Thjesht i thu vetes, Kur'ani për mua është më i shtrenjtë se sa kontrata. E para, e dyta, o Allah, bëne këtë Kur'an të më ndihmon në bërjen e një kontratës më të mirë për dinin tem, për dunjan time. E mos flasim nëse ti lexon Kur'an vazhdimisht sa ka më ndihmu ai me kuptu fen, me kuptu jetën, me kuptu rolin tan, me kuptu detyrat që i ke ti në familjen tonë, në shoqërinë tonë, në popullin tonë dhe në vendin tonë. Andaj atë që ta jep Kur'ani prej inspirimit dhe udhëzimit, nuk mund me ta dhon me qendra dhe mia libra shkencore. Andaj Allahu i Madhërisëm nëse na jep neve dhurat që të jetojmë me Kur'an, edhe të merremi me Kur'an, edhe ta lexojmë vazhdimisht Kur'anin, edhe të punojmë me Kur'an,
S'ka dyshim se kjo është për dhuratave më të mëdha që Allahu na ka dhënë, nëse ta ka dhënë këtë dhuratë ka për forcë. Andaj si tha Allahu xhall, ja Yahya khudhil kitaba bi quwwa. O Yahya, merre librin fuqishëm. Merre Kur'anin dhe lidhu për të dhe mos lejo me dalë për dorës. Edhe këtu kemi na për me bë krahasimin fatkeqësisht sa faqe Kur'an kemi lexuar jashtë Ramazanit, në Ramazan dhe sa faqe Kur'an lexojmë në Ramazan, jashtë Ramazanit. Sa lexojmë në Ramazan dhe sa lexojmë jashtë Ramazanit. Intensiteti i madh të besimtarëve me lexu Kur'an në Ramazan me vend, po pse me ra intensitet jashtë Ramazanit? As se ka efektin e vet Kur'ani edhe jashtë Ramazanit? As kemi dobina nëse lexojmë Kur'anin edhe jashtë Ramazanit? A nuk kontribon Kur'ani në shpirtin ton, imanin ton, jetën ton, familjen ton edhe jashtë Ramazanit? Andaj, kjo është porosia tjetër që na duhet ta kemi parasysh vazhdimisht që mas duas, mas namazit natës, të rrim gati domethënë Kur'anit.